Përshëndetje. Frymëria Demokratike është një nga 3 alternativa që qytetarët shqiptar do të votojnë me 23 qershor. Forca jonë është forca morale. Ne duam të japim fund praktikave abuzive me votën, pronën, shtetin dhe demokracinë. Ne duam të rikthejmë besimin tek politika dhe tek ligji. Ne duam që Shqipëria të fitojë kohën e humbur dhe të përmbush standardet europiane. Duam që askush mos ndëshkohet në biznes apo punësim për shkak të bindjeve politike. Duam që shteti të ndahet nga pushteti dhe që politika të mos sundojë por të shërbejë qytetarëve. Partitë e vjetra premtuan integrimin, por dështuan. Premtuan punësim, premtuan shëndetësi, arsim më cilësor, por dështuan. Premtuan mirëqeverisje, por keq qeverisën. Premtuan luftë kundër korrupsionit, por u korruptuan. Frymëria Demokratike nuk pranon që Shqipëria të dështojë për shkak të 2 partive të vjetra. Ne meritojmë më shumë. Ndaj jemi sot në politikë, jashtë pazareve elektorale, me programin dhe identitetin ton si një forcë moderatore, e cila synon të reformojë sistemin politik dhe përfaqësues në Shqipëri. Frymëria Demokratike ka një ekip solid, me eksperiencë pozitive në drejtimin e shtetit. Ka energji pozitive dhe mbështetje qytetare. Ka vullnet politik. Ka dhe një program të detajuar reformator. Ka gjithçka që i duhet shoqërisë dhe qytetarëve shqiptar më 23 qershor për të nisur një epokë të re ndryshimi, zhvillimi, stabiliteti dhe krenarie për gjithë shqiptarët. Vota i 23 qershorit është një votë përcaktuese për të ardhmen tonë, për të ardhmen e familjeve tona, së paku për dekadën e ardhshme. Duhet të zgjidhni për veten, familjen, vendin apo për karrierën e 2 krerëve të partive të vjetra politike. Me 23 qershor, qytetarët shqiptar duhet vendosin për veten e tyre, për familjet e tyre. Mos lejoni të tjerët që të vendosin për ju. Me 23 qershor, qytetarët shqiptar duhet marrin pjesë masivisht në votime. Dhe të vendosin ata me votën e tyre, me vullnetin e lirë, se cila do të jetë forca që do të drejtojë vendin për 4 vitet e ardhshme. 23 qershori do të jetë një test i fortë moral për shoqërinë shqiptare. Frymëria Demokratike është aty për të ofruar një alternativë të re, një alternativë moderne e cila nuk krijon konflikte politike, por i zgjidh ato. Ndaj ju ftoj të gjithëve, me 23 qershor të merrni pjesë masivisht në votime, të votoni alternativën më europiane, më perëndimore, më moderne, e cila përfaqësohet nga Frymëria Demokratike. Vërtet, duke votuar numrin 66, ju votoni jo vetëm Frymëria Demokratike, por në fakt votoni për rinin, për gruan, për të ardhmen, për votuesit e rinj të Shqipërisë. Për ju të gjithë që keni lindur pas viteve 90, a e kishit imagjinuar ndonjëherë që do të vijë dita që të votoni dhe ju në të njëjtën mënyrë siç kanë votuar prindrit tuaj, për të njëjtët njerëz që e trajtojnë votën si pronë private? Unë besoj që jo. Të rinjt shqiptarë sot janë shumë ambiciozë dhe ne sot nuk mund të ndryshojmë qytetarinë, ama mund të ndryshojmë patjetër politikën dhe që ta bëjmë këtë, duhet të ndryshojmë ata që na përfaqësojnë. Të rinjt shqiptarë i takojmë çdo ditë në Frymëria Demokratike. Kanë energji, janë të mbushur me pasion, me dinamizëm dhe kanë projekte të reja dhe janë shumë ambicioze se ato të politikanëve aktual. Prandaj bëjmë thirrje të gjithë atyre që sot votojnë për herë të parë, të shikojnë alternativën e asaj partie që i përmbledh të gjitha këto mundësi për të ndryshuar. Frymëria Demokratike është këtu me ju për të qenë tamam siç jeni dhe ju vetë, të rinj, energjik dhe me plot dinamizëm. Jo vetëm kaq, Frymëria Demokratike ju drejtohet të gjitha zonjave që me dinjitet, për herë të parë ose jo, i drejtojnë politikës për të para dy një derë që do të qëndrojë hapur për to dhe për familjet e tyre. Ne jemi një forcë e djathtë, sigurisht drejtuar familjeve shqiptare, drejtuar pronës, drejtësisë. Kemi të gjitha tiparet që një parti politike do të kishte sot dëshirë dhe privilegjin që ti kishte. Prandaj, Frymëria Demokratike i drejtohet të gjithë të rinjve, të gjitha nënave, grave, të rejave, të gjitha atyre që duan që të ndryshojnë jetën e tyre, ta fillojmë atë duke ndryshuar politikanët që na përfaqësojnë në Parlamentin shqiptar. Këtë mund ta gjeni shumë më mirë vetëm duke i drejtuar 66-s. Është Frymëria Demokratike që do të flasni emrin tuaj në parlament me zërin e forcës, me zërin e arsyes, me zërin e maturisë politike për pronën, për drejtësinë, për një sistem që deri më sot na ka munguar.